sinergjia e krijuar për të arritur në formësimin e këtij produkti të ri në dispozicion të sipërmarrjes, sepse ka qenë themelore që ne nga ana jonë si qeveri e Shqipërisë të kishim bashkëpunimin dhe vullnetin e Bankës së Shqipërisë dhe pastaj edhe të bankave të nivelit dytë që për hir vërtetës të paktën me fjalë na kanë garantuar që do të bëjnë pjesën e tyre ashtu si duhet për suksesin e këtij programi. Them të paktën me fjalë sepse e vërteta është që bankat janë futur në një zonë komforti të jashtëzakonshëm, ndërkohë që të gjithë të tjerët luftojnë për të fituar, bankat fitojnë pa luftuar. Dhe jo vetëm kaq, po fitojnë goxha. Gjë që nuk natyrisht na bën xheloz, por na bën më kërkues ndaj bankave, pasi e vërteta është kryetari i shoqatës ta me humbje, po nuk dalin me humbje as nga ky program, po nuk dalin me ndonjë fitim si fitimet që bëjmë për shembull për banesat që i kanë nga 6 në 7% duke ndëjtur në ajër të kondicionuar, ndërkohë që këtu do rinë në ajër të kondicionuar dhe do shlyen gjitha kostot dhe do kenë një fitim modest. Por fitimi në afat mesëm dhe në afat gjatë edhe për bankat do jetë i konsiderueshëm